Atë që Allahu e ka caktuar për ty nuk ka pasur mundësi mos të ndodhë. Harroje këtë punë. Mos e trazo shpirtin pas ngjarjes në fjalët. Sikur ta kisha bërë, mos të kisha shkuar, mos ta kisha bërë, mos. Mbylli burimet dhe trazimet djallëzore. Qetëso shpirtin me atë që Allahu ka thënë. Kush beson në Allahun, beson se Allahu cakton gjithçka. Ja udhëzojmë zemrën, ja qetësojmë zemrën. Beso në caktimin e Allahut. Ai e ka caktuar çdo gjë.